edhe në vend se tonë energjia t'jepet që kjo urë të jep, po mendoj të lidhet për qarkullimin edhe të automjeteve, realisht kjo urë është duke shfrytzuar një kohë të gjatë për lëvizjet këmbësore, për lëvizjet automjeteve, nëna me karrocë, Thoni biciklista. që është i panevojshëm ky projekt për 2 ura shtesë në perimetër? Nuk po guxoj ta përdora atë është e nevojshme, infrastruktura gjithmonë është e nevojshme. Mirë po në qytetin kur aktualisht jemi duke folur ne janë 70 shtëpi të djegura, kur në qytetin i cili nuk ka po mendoj qytetari nuk ka tretman shëndetësor, kur në procedurë janë duke filluar të ndërtohen rrugë, nuk përmendet transporti publik. Sa do të jetë përfitues Ibrahim Deliu, Muhamet Bajqinovci, të cilët kanë fakultet kryer dhe nuk kanë mundësi të punësimi. Kjo pej prizmit, flas pej prizmit Mitrovicës, flas për prizmit të iniciativës qytetare, flas për një qendër e mjekësisë familjare, kur shkolla është shkolla kontener, ka të lashe më të mëdha qytetare Mitrovicës, edhe pikrisht është duhur energjia të shfrytëzohet edhe te kjo ura famoze, e cila sfundit urat janë beton edhe hekur që të thyet kjo thuj se jemi akoma duke e përcjellur idenë e ndamjes në koka tash. Pikrisht, keni qenë edhe ju për hapjen e urës hibrid për qarkullim të automjeteve në kohën kur është diskutuar mas shumti. Po me këtë projekt, nëse hapet, veç ta konkretizoj si çështje, nëse hapet një urë tjetër për vetura 100 metra larg urës kryesore, apo përmbyllet definitivisht ideja për të hapur edhe urën kryesore ku qëndron KFOR-i 24/7? Jo, unë nuk guxoj mas në ëndër të mendojmë që ura nuk duhet të hapet. Kjo urë duhet të hapet. Çka i duhen 2 ura funksionale për vetura qytetarëve në të njëjtin vend? Edhe një herë më duhet përsëritem konform me misionit tuaj kompasit si duket busolla na ka humbur. Po flas neve si qytetar, po shpresoj që nuk i ka humbur busolla po mendoj Ministrisë Infrastrukturës, nuk i ka humbur busolla Qeverisë Republikës Kosovës, po ashtu edhe nuk i ka humbur busolla edhe mizbetan ndërkombëtar. Nuk është normale që në urë të qëndrojnë ushtria. Nuk është normale që ura të mbikëqyret 24 orë nga miqtan karabinierët. Isha sot në takim me karabinierët, është edhe jo e logjikshme edhe nuk është vlerë universale që të qëndrojnë ushtarët në urë. A e biseduat këtë çështje me karabinierët italian? Jo, po na kanë zonë befasi, ishin disa tema tjera se do fokusu më tepër tek shkolla kontener që është për turp, edhe për mua është tema e madhe, më mendoj edhe për qytetarin inshallah shtatori nuk e zën këtë shkollë, po mendoj ishte ideja të cilën akoma edhe mbroj për fillimit që duhet nxënësit shqiptar edhe nxënësit e komunitetit Roma Shkalit të cilët shkojnë në shkollën shqipe në kontener që të akomodohen në